Puka është vendi i pyjeve dhe ju mund ta shikoni këtë fare lehtësisht kur vini për në Pukë, sidomos në qoftë se zgjidhni të bëni rrugën që kalon nga Fusharzi. Puka është jo vetëm atë dheu i pyjeve, në qoftë se do ta shprehnim kështu, por edhe i pyjeve të larmishme halore, të bredhit dhe të pishës së zezë, dhe është një prej zonave më të bukura në Shqipëri për sa i përket pyllëzimit, dhe kjo është një gjë që siç thash pra vihet e re fare lehtë edhe gjatë rrugës kur ju udhtoni për Pukë në peizazhin e saj panoramik. Duke filluar që nga ky vit, drejt fundit të cilit po vim, dal nga dal, ju do të gjeni në Pukë një vend pushim i cili është mjaft interesant, shumë simpatik dhe fare i kombinuar me natyrën. Nuk ka në fakt emër më të bukur për një vend pushimi se sa pushimore. Dhe ky vend pushim këtu quhet pikërisht pushimoria fotosinteza. Është një nisëm komunitare në fakt, e ndërmarrë nga një djalë i Pukës, i cili është pikërisht Tonin Alia. Tonin Alia i cili ka një aktivitet të pasur në fushën e biznesit në Shqipëri, duke qenë edhe themeluesi i kompanisë Ardeno, që është kompania e mirënjohur e prodhimit të mobilerisë, kryesisht karrike, por edhe mobile të tjera, i cili duke qenë një djalë i Pukës, që ka bërë shkollën në Pukë, ka menduar që në këtë zonë këtu, e cila nuk është gjë tjetër vetë se një njoll e gjelbër e pyllëzuar pikërisht nga maturantët e gjimnazit të Pukës së asaj kohe ku Tonini ishte maturant, duke mbjellë disa fidan bredhash amerikan, të cilët sot janë më shumë se 50 vjeçar, pra 50 vjeçar e lartë, dhe duke qenë se kjo ishte një zonë ku njerëzit kthenin zakonisht, ata ndjenin nevojën që të pushonin këtu dhe Tonini në një bisedë me shokët tha, po pse të mos vendosim 2 karrike, 2 tavolina që t'ja bëjmë pak më, le të themi pak më të lehtë pushimin, dhe kështu lindi ky vend simpatik që quhet pushimoria fotosinteza, të cilën në fakt unë do doja që ta zbulonim pak më në brendësi, sepse ka instalacione shumë interesante, të cilat janë një kombinim plotësisht natyrë dhe shije artistike, të cilat Tonini në fakt i ka me shumicë. Unë e konsideroj veten me fat sot, sepse sot që ne erdhëm të xhirojmë në Pukë, kemi gjetur edhe grupin artistik të fëmijëve të qendrës kulturore të Fusharzit, që po bëjnë prova pikërisht brenda ambienteve të pushimores fotosinteza për festat e fundvitit.